thjesht në 4 parime unë bazona gjithmonë, edhe gjithmonë jo u referona ato në parimeve, edhe i tregoj gjithkuj që edhe një proces jo biznesor, po dhe një jetën e përditshme, nëse ki diçka në kry, ki ambicje, i ki 4 parime, i ki planifikimin, organizimin, delegimin, edhe mbikëqyrjen. Përshëndetje, unë jam Genti edhe kena nis një podcast së bashku me Kullën Fresh Magazine, ku kryesisht kena me thirrë veç njerëz të suksesshëm. Nuk kena me folë sa në të kota, po qysh e kanë mri suksesin këta persona me një formë ose tjetrën. Çdo më na ngu, ngana që jo shkatënal. Një prezantim të shkurt, ku ne kemi musafir sot, kush o Blerimi? Kështu bukfalisht, konkretisht, Blerimi është Bleri Muhaxhiri, me bachelor të kryen administrim biznesi dhe menaxhment, me deri sot i kam një 12 profesione, prej kafe, derivate, para luftës, kemi shit naft, benzin, kemi shit cigare, kemi pas videoklub, kemi pas CD shop, kemi pas kafeq, qa tjetër. Pas ke shku për digitalis në analog? Një 12, tash fundi, tash 12 vite, 13 vite, jam me të libri, se di çka më ka bo libri, po kam betë qëto dhe jam shumë rahat, në kuptimin që shumë punë atraktive, shumë punë e mirë, punë misionare. Se libri për te i biznesit është një diçka, është kulturë, është diçka që një farlaj investimi edhe një farlaj kontributi që jep shoqni. Se libri e formon njeriun, e rrit jetën sociale, mendimin kritik. Sakt. Kështu që unë e marrë si mision, përveç si dashni që kam ndaj biznesit, me thonë kushtimisht për me ngrit dhe me zhvillu aty ku është sot. Mu më pëlqej personalisht që nuk e përmene që 2-13 vjet je drejtor menaxhues i Librarisë Dugaxhini. Kjo për mu të paktën është reflektim se sa humble je si person për në kundër faktit që ka ki ndërtu. Kështu që nështë ta kemi si info për audiencën. Që po fillojna me diskutu për qëto, se Hajde. Që ke shumë interesant, dhe me thonë që raportin që e këshit bo së bashku me organizatën e teja, dhe me thonë po thët 67.5% thonë se mungesa e kohës të lirë është pengesa kryesore për me lexu ma shumë libra. Po me gjithat, Me gjithat, 78% e të anketuarve preferojnë me pa emisione arktuse edhe më marrë me sport. Dhe me thonë, kur ja keni bo pyetjen qysh e preferojnë me kalu kohën e lirë? Ku e kena në qëtë problemin? Problemi është ma i thellë si kaq, më na i thjesht si kulturë, si popull, më naj që se kemi kultivu qysh heret këtë leximin, ose edhe prej prindve nuk e kemi pas si pjesë përbërëse të jetës, më thonë, pjesë sociale të jetës. Ose unë shpesh e marrë ka njerë shembull, thamë në listën ku e bojmë planifikimin me blej harsh për shpe, nuk është libri. E përderisa nuk është libri, atëra besoj që kena pas kësi lloj problemash. A më qa kishë mujt na, se që nisen qka menoj që Dugaxhini, Libraria Dugaxhini ka bo jashtëzakonisht mirë. Dhe më thonë, ju e keni thuj një tabu që ju konë shumë zërë më thuj. Ju e keni bo leximin cool. Dhe më thonë, e keni bo diçka që më mbur njerëzit. Dhe më thonë që peqesin në storje, videot që kam lexuar libra edhe po është si mburi që heqëron jëm ka lexoj. Po kjo ka ardhur për mendoj për faktin që fillimisht ju e keni thyqet pjesën që keni pru libra që kërkush si ka pru.
Keni bo përkthimin e tyne, po besoj. Po Po. qa u kam për fillimit vizioni i librarisë Dugagjinit? Qysh keni arrit ju me thuj që ta bu? Vizioni ka ardhur prej tash të ndjerit Agim Luka, udhëhecit edhe të shtëpisë botuese, po edhe themeluesit edhe radio televizionit. E na ato e kemi atë vizion, e kemi trashëgu, edhe e vetëm e kemi vazhdu. Po shumë është për rëndësi me kap vizionin, me kuptu çka ka qenë, është që libraria nuk është mendu mu hap një librari e cila shet vetëm libra, po më shumë, po që kultivan kulturën e leximit, që tash më adim që afër 8 vite, 9, ndoshta edhe më shumë, po më shumë, prej 2015-ës, 10 vjet i ka, që kemi fillu edhe me evente, me promovime librash, me aktivitete të ndryshme, book club. Këto nuk është që i kemi zbulu na, po thjesht tu ndjek vizionin, edhe tu u rrit me kohën, tu i marrë parasysh kërkesat, sugjerimet e njerëzve me bashkëpunëtorë që kemi najt, tu i vizitu panajiret ndërkombëtare në Londër, në Gjermani e tjerë, edhe kemi shku tu e kriju qëtë trend që është bo pika-pika. E jemi ardhur deri sot për me qenë një librari cool, që po i thu. Po, se këtë në herë na i librari këna thonë edhe një dyqanit vogël ku i kena ble fletoret e shkollës edhe me qaq. O kry, aty këtu e ke gjetë një libër shkollor edhe s'ki pas nëjse ma shumë. Përpara ka qenë librari klasike, më shku me ble një libër, ose lektyr. Po, lektyra që të i kena ble. Po, unë mendoj që guximi e ka thy këtë tabu, guximi me investu, edhe guximi me prit, me duru. Për me ardhë deri në këtë ditë sot që jemi, për me e pa njerëz që bën edhe ma ndryshe, bën edhe ma mirë. Edhe E qëto aktivitete, do më thonë, kërejt që api bën libraria Dugagjini, kiti bën me vetë financim, a merë një mbështetje? gjitha me vetë financim. Kërejt? Gjitha. Me eventet të ndryshme, me aktivitete për fëmijë, yoga për fëmijë që kemi çdo vikend. Oh, wow. Janë 2 trajnerë që i paguajmë na si librari. Nuk është free of charge për gjithë. Ku i bëni? Në ambientet e librarisë poshtë. Okej. Mandej aktivitetet tjera kemi pas bashkë me OJÇ-Tean që kemi organizuar 2021-2022, i kemi hap 12 biblioteka, mini biblioteka i kemi qujt, në përlagjet të Prishtinës, si kioska, edhe me atë konceptin që me marrë një libër edhe me sjell një tjetër, me bo exchange. Po fatkeqësisht, brenda 3 muaje, s'po thëmë, se të nesërmen janë shkarku ato rafte me libra, i kanë marrë, po super, i kanë marrë, inshallah i kanë lexu, të nesërmen e kemi furnizu prap. Do më thonë, donatori jemi konë na si librari Dugagjini. Po ku kanë problemi që si kanë këthy? Po, s'ka lidhje, kem të gatshëm me kriju prap Po të më thonë problemi ke si kanë këthy? Po, me i plëcu prap, i kemi plëcu prap raftet, për rap të mas nesërmen, është zbrazën, mos thëmë gjitha. Po, çka ka qenë ma keqja, është që i kanë thy, i kanë shkelmu, i kanë shkatru. Ka qenë edhe kanë ardhur mediat, mandej, kanë bërë një reportazh lidhur me këta, do më thonë, nuk mundemi me shtit gjithë me një thes, krejt popullin, krejt rinin, po në fakt, këta jemi na. Edhe jo rasisht çka pak lexojmë, edhe jo rasisht çka shumë, ose çka pak i japim rëndësi leximit, librit. Kështu që e lam ato, na demotivun të imase, mandej e lam si projekt, se dashte me vazhdu edhe në qytete tjera. Po kështu ka qenë historia. Pak me të ardhë keq, po jem të emenu pak, për deri sa veç i pas kanë marrë, inshallah i kanë lexu,
që ai shkon interesant qeveria se komuna me financu, do të thonë librarinë e juaj, ose me bo si projekt në përgjithësi që me jep për çdo muaj 5.000 libra fal ose 10.000 libra fal. Ultimarën. Nështë 10% me lexu, ta 90% që nështë i përdorim për me kall kaminin. Që të ke, ai, me drejtu të avëllit. Me drejtu të avëllina. Po, unë mendoj që nuk është ideja me fal libra, po ideja është qysh me nxit leximin, qysh me kriju ma shumë hapësira leximi, jo mi marr librin si diçka personale, po diçka sociale, që njerëz mes me marr librin sipërfaqësisht, po me qenë temë diskutimit, temë humorit, libri se ka dhe libra komik, ka gjithçka. Do të thonë përderisa na e marrim librin që libri duhet më lexu vetëm në qetësi, për shembull, po marr shembull, ose me qenë diçka personale, atëherë na nuk mundemi më zhvillu. Po derisa në atë moment që e konsiderojmë si diçka sociale, ku qeveria, ministrit investojnë në hapësira publike për lexime, për klubet librit etj. Atëherë besoj që kam filluar me ndryshu diçka. Se vetëm një librari Dugagjini nuk mundet me bë ndryshimin. Sado që kemi shumë aktivitete, sado që kemi kontribu shumë në këtë shoqëni, është e pamundon. Po prap, çka unë e gëzona është që iniciativen që kemi marrë na për me sjell leximin cool, trendy, atëre i ka inspiru edhe librari tjera. Kjo ka qenë efekt zinxhir. Efekt zinxhir që sot librarit mo nuk e ki klasike. Do të thonë e kanë ndryshu, kështu që për këta ne jemi krenar që pakten e kemi pas një influencë edhe i kemi ishti njerëz me guxu librar të tjerë. Se libri na dim që deri në 2010, 11, 12, 13 e tutje, ma shumë ki pas librarinë për shesh, se librari kështu fizike, me thonë. Mandej ka plot edhe një diçka interesante është që me hi në statistika në ARBK ndoshta me shiku sa librari janë të regjistruar në Kosovë, atëherë na ishin pas shumë punë të mirë. Si librari është fjala, librari e mirëfillt. Po janë të regjistruar si librari, po mbranda nuk e ki asnjë libër, se shesin kimika, fletore, çanta, krejt është okej, se biznesi kanë familjarë e tjerë, po librari të mirëfillta në Kosovë, mu i me thonë që janë 3-4, që janë pa mjaftueshme. Tash që kjo për mu është bukvalisht historia e inspirimi, edhe adem ku për ndërlidhën me vetën. Në vitin 2011-2012, isha të i kry studimet në Akademinë Evolucion, kom studiu për dizajn edhe marketing. Edhe atëherë, kur ki dash me ble një libër, nuk i mujt me ble qëto libra që na ishishëm në Amerikë. S'ki mujt gati kërkon me ble në Prishtinë të paktën, unë si kom gjetë. Edhe qka bëjsha, kur kish na i kush i njëfshëm, ardhë për Amerikës ose për Anglisë, i përrasit që në Amazon, të kushteke një dresë gjys, kish na i libër si të vike edhe në Kosovë, po të kushteke shumë shtrejt, se shippingu, dogana, tani tjera, se na historikisht e kena doganën që 20 euro me ble diçka të kallë. Edhe në qëse që tash, për shembull librarinë Dugagjini, ti mund është me gjetë libra prej psikologjisë, deri te dizajni, deri te burimet njerëzore, deri te menaxhmenti, deri te diçka domethënë pe autorëve më të njohur në botë. Po ne edhe çka po du me cek është që në shqip pjesa ndoshta edhe më e madhe. Kur hin mrena, ty doget veç një librari. Po çka ka mrapa? Çka ka mrapa motorit? Domethënë librarisë Dugagjini që keni mujt me pru deri
të që që unë me mujt me kap librin që ato që apo du për çfarë dush profesioni, dhe më thonë shumë shpejt. A keni shtyp shkrojnë, a bëni jo përkthimin? Kush e bën të këtë punë? Më lidh të kjo pjesë është sa herë kemi hapim shpallje për me rekrutu staf të ri, pyetjen e parë ja bëj, a të pëlqen libraria? Thot po shumë. Ç'a të pëlqen më shumë? Thot qetësia, ambienti, libra të rregullon, bukur. Stafi mikprec, kresto, diçka tjetër. O s'pëdi është shkrina kur të vi. E që kjo është na që ka bojmë backstage. Që përveç një librari klasike që mundet të thjesht me pas, si që ndodhë në rëndomt në Kosovë, ose edhe në Rajan, po të na është ajo feelings, që ajo ndjenja që njerëz na që e kemi kriju. E që kjo është ajo lokomotiva mbrapa, që punon ditën natë. E mandej mu lidh ta me staraj, i tham që për me sjell na këtë ndjesiti që e ki ni edhe po e thu, që ta mërmendja që përpunohet mrapa. Mesin, nuk është ashtu që është po është. Me punon librari, ti nuk e ninat ndjetësi, nuk e ninat aromen e librave, nuk thjesht jemi në procese, cilat vetëm klient e ndjejnë edhe shpërblimi jonë për ta është ajo. Kështu që na kemi ekipet tona të marketingu, të HR-it. Kitë përmrena. Përmrena. Jemi si një korporat e vogël. Funksionojmë si korporat e vogël. Kemi financier, kemi personin e eksportit e importit, kemi personin e trajnimeve, kemi team leaders, kemi junior librar, kemi ulëmtus, që ulëmtojnë tregjet e jashtme, që ulëmtojnë çka është ka ndodhur në për botë me librin. E kemi orën letrare. Orën letrare e mbajmë një herë në javë në librari i gjithë stafi. 2 grupat e mbajnë, 1 orë, e zgjedhin një libër të caktuar ose një zhanër të caktuar. Stafi e ka për detyrë, obligim, po ata nuk e kanë obligim kuptimin kushtimisht, se edhe me gjithë shefilin i marrin e lexojnë, se ata jo rastisht kanë ardhur me punu në librari, se i pëlqejnë librat edhe janë lexues të mirë. Kështu që kanë një javë ditë kohë me lexu mbi librin ose mbi autorin, mandej thirret ora letrare e librarisë, mblidhen me një vend edhe diskutojnë 1 orë. Secili ka 5-6 minuta kohë me tregu për një titull caktuar, çka ka kuptu, mesazhin e tjerë, e tjetri. Kështu që kjo është prej 2014-s, domethënë që 11 vjet na praktikojmë çto. Kështu që kjo është ajo që nuk është një diçka thjesht. Që veç vinë librat edhe palohen në mënyrë magjike që atë, qysh na menojmë, se nuk e dim. Po, mandej zhanret, qysh klasifikohen, pse ky zhanër duhet të klasifiku këto, se lidhet me tjetrin, mandej lidhen edhe interesa tjera, cili zhanër nuk është trendi edhe nuk kërkohet, ja lirojnë vendin për një zhanër tjetër, që e dim ko është frekuenca madhe në librari, ko është frekuenca madhe që po na pengon, atëherë shkojmë, ndrojmë, e shkrijmë atë pjesë për me neutralizu hapësira, jo me qenë fokusi veç ka njëna anë. Edhe do me thonë veç edhe jem të folë për librat, çka janë për shembull në gjuhën angleze, jo edhe për kthimin, edhe për shtatjen, edhe shtypin, ke do me thonë që atë proces këtu duhet po, shumë mirë që e ceke qëta, se shumicën e kohës, shumicën e rasteve, njerëz edhe s'kan faj, se tash për çdo jemi na me i spjegu, ndohet shtypshkronja veç, shtypia botuese veç, libraria veç, janë 3 procese të ndryshme. Shtypia botuese merr licencë, o nëse do mi përkthy një libër të huj, çfarë do lloj gjuhë,
e merr një licencë, e bën përkthimin, përshtatjen, e tjerë, dizajnin e komplet këtë proces. Mandej është libraria e cila e shet, e mirëmban stokun, e bën PR-in, e bën marketingun. Është shtypshkronja që vetëm është shtyp. Kështu që janë 3 procese. Në këtë rast, na si librari e kemi pjesën edhe distribuimit, që i furnizojmë gjitha libraritë në Kosovë, edhe goxha shumë në Shqipëri, biles edhe në Maqedoni. Para në të në kjo proces për me mujt na me pas në libër në dorë edhe me lexu në gjuhën shqipe, që nuk është proces hiç i lehtë, po që po na mundsohet. Mu kujtu kjo analogjia që na shpesh herë hajna bukën, po nuk e dina sa shumë e punë kanë bu fermerët që na me pas qatë bukën në tavolinë tonën. Këtu, për fat të mirë, kohëve të fundit janë rrit botus. Do më thonë, janë dalë shtëpi botuse të reja, që po marrin tituj shumë të mirë, po i përkthejnë, normal që ai vjen produkt i gatshëm në librarinë, na vetëm bojmë shitjen. Po, që i përket librit huj, jemi pas thamë të parë, që është një diçka klishe, po të vetmit kemi qenë që kemi distribu librin e huj prej vitit 2000, prej që u hapë libraria me 4 maj, tash e 25 vjetë. Wow. Kështu që librin e huj na kemi, unë i thamë kemi specialitet, se kemi shumë kohë që mirë me ta. Edhe dim saksisht tregu, e dim saksisht lexuesi çka don, e dim edhe saksisht çka na duhet me ju sjell të reja. Se libra të ri, tituj të ri, dalin mbi 300 në ditë. Kështu që duhet më qonë shumë i përpekt, me pikat, cilt i lexohen këtu. Se nëse jenë në Amazon, nëse jenë kudo, në përfaqe tjera, kretë librat i ki New York Times bestseller. Kritiki bestsellera. Po ato janë trendi i marketingut, edhe cilët njerëz munden edhe me u hutu, edhe me marrë një libër. Libër të këtë s'ka, po një libër që nuk është për to. Kështu që na e kryjmë edhe këtë procesin e përzgjedhjes edhe çka mi ofru lexuesit. Mandej kur tha për shitjen online, na i kemi lidhjen në databazat e Anglisë. Na i lexojmë stokun, databazën e Anglisë, edhe shfaqen të website-i jonë. Jemi si një Amazon i vogël, i Ballkanit. Kështu që të në website-in tonë shfaqen mbi 2 milion tituj, që mundesh mi porosit edhe një libër që se kemi në stok, në librari, po ju vjen brenda 2 javë, që s'ki nevojë më marr as me dogan, as me të vëshë, vjen libri në shpejt. Edhe më shpejt se Amazoni, po edhe më lirë se Amazoni. Edhe i sërin vogël. Se ka shumë pyetje, na vijnë në thonë, po në Amazon 8 euro, për shembull, të na është 12 euro libri. Po nuk parojnë me kalkulu, posta, kom ju kushtu afër 60 euro mi ardhë, mandej minimum. Kur t'i vjen libri në Kosovë, duhet më shku të posta doganore, në aeroport. Edhe me marrë, me pagu edhe të vëshën, e ti mund të ndodhë që nuk je prej Prishtinës, po je prej Pejës, prej Gjakovës, duhet me jip edhe Kerit, më shku mi bo. Do më thonë që si krasime... Libri 10 eurove të bëhet 5-10, në qëse ti e merë vetë, anë qëse përësit për mes juve, pikushtej ka 3-4 euro ma fix price. A fix price? 12 euro e shen në web të na, 12 euro të i komentarë dhe në shpe. Okej. Pa kosto shtesiq. E kemi, jemi mundu shumë me promovu që të pjesë që, do me thonë, të gjitha mundësit i kemi japë. Tash, qysh është një ditë e jotja? Qka është, jo, thëmë kështu ma mirë, qka është seni kryesor në ditën tane, dhe më thonë, udhëheqjes një biznesit, që ti fokusor që biznesi, libraria Dugagjini me mëri ku ka mëri qitash. Se shpeshere edhe kur po flasëm me tri, menaxhmentin përkëshyrin si diçka që buën 10 veta, 20 veta, jo, është ekipet janë, po është edhe një lider që din veç mi drejtu edhe din mi shty për para proceset që shdohet.
thjesht në 4 parime unë bazona gjithmonë, edhe gjithmonë ju referona atë në parimeve, edhe i tregoj gjithkuj që edhe një proces jo biznesor, po edhe një jetën e përditshme, nëse ki diçka në kry, ki ambicje, i ki 4 parime, i ki planifikimin, organizimin, delegimin, edhe mbikëqyrjen. Do më që sa thjesht të shpjegove formulë për super management. Formula e cila funksionon perfekt, pa egzageru, pa e bastardizu, pa hi në tripave, thjesht janë bazike, se nëse i përmbash në 4 rregullave, ti ke me funksionu super. Amo asnjone nuk duhet me neglizhu. Po, që njënën neglizhon zinxhir që nuk ban pa 4 këto parime. E kështu që unë jam me çdo parime çdo ditë. Kushtimisht. Po, dhe që është bukvalisht formul që e ka pru biznesin tënë mu bo që ka të suksesshëm. Absolutisht. Unë besoj në këtë formul edhe që është bazike me e thonë është diçka e thjesht, po normalisht që aty ka shumë punë. Dedikim me punë, konsistence, disciplinë, marrë smut në punë. Duhet me ishë shumë gjatë me folë për to, po mandej kemi takime, jam shumë afër me stafin, drejtues, me secilin. Bojmë ka njerë takimet shpejta, të shkurta, prej ati takimin del në idere, o sa mirë adhe të zhvillojmë, edhe miremi me atë ide. Mandej edhe me partner, komunikim, e tjerë, po shumicën e kohës ja dedikoj stafit edhe proceseve të punës, se janë shumë minore, ama shumë të rëndësishme. Se ka të bëj me detaje. Detaje sjell suksesin. Ka njëre shumica të rive po mendojnë që ka një farë formule sekrete që kërkërse den. Së është formule sekrete, është që topika që ka i përmenë ti, edhe kur jashtën dedikimin, konsistencën, disciplinën, edhe kur e bën qëta për 10-15 vjetë, që ditërisht veç për jashtë i doke që opa veç e më rriti kë, për një ditë. A kënej 15 vjetë punë mëra pa... Dugagjini është i fort, ka parë. Veç edhe një statistikë po duk se ke interesant. Që kjo po du me ndërlidhe edhe me trajnimet, në statistikat që ishin publiku për raportit, tha që gratë lexojnë shumë ma shumë se burrat, si për nga preferenca edhe nga frekuenca. E vërtet. E vërtet është që kanë dalë këto statistika në këtë hulumtimin e lexueshmërisë në Kosovë, i cili është raporti i parë në Kosovë, hulumtimi i parë, në fakt, që ka ardhur me iniciativën tonë të Dugagjinit. Po mandej kemi marrë si bashkëpunëtor ETEA, ETEA, cila mirret me përgjithësi me arsimin, me lexim kuptimin, thjesht mirret me këtë pjesën e kulturës leximit të projekte të ndryshme. Kemi bërë këtë hulumtim me vetë iniciativë dhe me vetë financim. Edhe kjo besoj që i ka kontribuar dhe shoqënisë, po besoj që edhe ndonjë ministri ose shteti tonë, që mi pas një statistik edhe me reagu. Po zakonisht, fatkeqësisht, nuk ka asnjë reagim, biles, edhe pjesëmarrje kur është bo aktiviteti shpallja e rezultateve, nuk ka pas pjesëmarrës prej qeverisë, prej ndonjë ministri. Fatkeqësisht. E do më thonë, si librari, me rrumbullaksu është që nuk është librari klasike, që është shitja e librit. Masi veçerën të fundi,
a ki diçka që po do më nda me neve ndaj projekt që jeni tu punu, që nështë e shkon interesant edhe për audiencën me ditë, diçka për me promovu, do më thonë që gjithashtu kish me konë në favor ose në të mirën e audiencës. Okej, po, për fond, une vetëm kisha pas dëshirë me potencu dhe një diçka që është bo lajm, po kisha pas qef me sa është lajm shumë i mirë. Në vitin 2023 na ka ardhur një email prej London Book Fair. Një email për më apliku për çmim, se London Book Fair, një ndër panajirat më të mëdha në botë, më prestigjozja, na dërgoi email se na kanë përcjell, që i kanë ata ekspert që i përcjellin krejt botën, edhe na bon ftesë më apliku për çmimin e përsosmërisë. Ky çmim u ndoken në 5 kategori, si libraria e vitit, botuesi më i miri, audiobooks, etj, botuesi më i qëndrueshëm në treg me vite, me shekuj që ekzistojnë etj. Na me marrë pjesë të kategoria libraria e vitit. Po aty ka qenë një formular goxha i madh. Rreth aktiviteteve, fotot e librarisë, filantropi, sa kena kontribuna për ambientin, për shoqërinë, aktivitetet, ka qenë një numër i madh i pyetjeve, edhe të gjitha ato kanë qenë me i dëshmu, me dokumente, me argumente, me video, me foto, me krejt. Edhe aplikum. Mbas një viti, ndoshta, më pak, afër 5-6 muaj, po vjen, ish panajiri i Londrës, edhe 2 javë me fillu, me startu. Po na vjen emaili, që jeni në shortlist. Ndër 4 librarit, më të mirat që kanë me u përzjedh si libraria e vitit international. Wow. Kemi qenë Kosova, që ka i për herë të parë në histori në shortlist, ose s'ka apliku asnjëherë. Ka qenë Turqia, Gjermania edhe Nigeria. Interesant. Kemi qenë 4 librari në shortlist, se aty ka qenë listë shumë e madhe aplikantëve, edhe mandej e fitoi Turqia, një librari Minoa. Ja mojnë mandë sot e deri sot des, se në ka marrë vendin e parë. E si të gjofë, po e gore, po për ne ka qenë ekstrem privilegj. Shumë. Që vetëm si Kosovë, po hijim në rank list për një librari e cila hin garë për mi marrë çmimin libraria vitit international. Po jo pse libraria është e madhe, jo pse libraria ka shumë tituj, jo vetë se libraria i ka stafin, që kemi 28 veta staf në librarinë Qadër, jo pse jemi njerëz të mirë, jo pse kemi një buxhet konsiderueshëm, po thjesht i kena përmbush gjitha kriteret, edhe me ato kriteret, cilat i kemi apliku, kemi ardhur deri te shortlist. Kështu që edhe kjo, do më thonë, non-stop jemi në kërkim të diçka ndryshe. Do më thonë, kemi apliku, çdo ditë marrim iniciativa të reja, do më thonë, projekte kemi çdo ditë, po ka njerë një projekt bëhet i madh, bëhet mediatik, ka njerë shkon me shurdhur, nga njerë edhe dështon. Kështu që nuk kisha me thonë që kemi diçka specifike, po thjesht na gjithmonë kemi projekt klientin, i cili mja bo sa ma të bukur ambientin, sa ma të këndshëm, edhe me ftu me lecu, po jo mi shti me zër. Lexoni se është mirë, po thjesht shpresoj që mesazhin jemi tu përçu, kontributi është ka njihet, edhe çka që mjafton. Perfekt. Lërën shumë faleminderit, ke shumë kënaqësi
do me thonë edhe me diskutu edhe me pa edhe në vetë, do me thonë një pej bizneseve që mu më inspiron, edhe nështë ta për audiencën, se kur e menon, ka njerë thot dikush në të ardhmen, që se dikush ka aspirata, me qel një butik të lulev, një librari, e tjera, edhe në që se dikush i demotivon edhe i thot, po jo, besa e vogël, së më bon kur gjë heq, mund është me bo mrekullia e me hi në top 4 të çmimeve prestigjioze internacionale, në qoftë se e menaxhon që dohet, edhe do me thonë bjen praktika të mira të bëjmë biznes, po edhe me punë të mirë. Kështu që kjo do të më kanë inspirim për kërrej, do me thonë ata persona se do mostri që kanë ideja që nështë po frigohen me qitë se nuk e din a mujna as mujna mirë. Veç me gucu 4 parimet. Graj. Faleminderit shumë.